Kriza me ujin e pishëm në Gostivar po thellohet nga dita në ditë, ndërsa temperaturat e larta vetëm sa e vështirësojnë edhe më tej jetën e qytetarëve. Të friksuar nga infeksionet e mundshme, banorët po shmangin tërësisht ujin e qezmave, duke kërkuar zgjidhje alternative në burimet e fshatrave malore. Çfarë shpreh zoni? Për i shtoj për këtë maqinë. A lani me këtu ajo? Po. Po lani. Von lenë vetë mund të lajo. Normal, po. Për të gjë, po, për qërë gjë. A për fia, mirë një pitë qeverisë, dikun të i ka zonë, dikun të jo, shkët më ushim qesh në dalë në për mollë e vitina se në këtë për të ishe spet, në pash. Kto prajet të vodat asja? Nema vodata, vježena ta treba za da se čisti, za da se praje tjera vodite? Što ne treba, sve treba. Vi se snajdete ili ne? Nije da, ma ko što nema, ne može da se snajde. Pa normalisht të rënd. Pa bjem, shkojmë edhe fshata, gje në mbushim ujë edhe përdorim ujtin e fshatit. Gjellovës. E përdorni për të lajen, për të lajse? Jo, i marrin këtë pi fshati. Kemi frejk, marrin të li infektimesh. Që spitali pjotësh, që të bëhet halli. Duhet përmisohet shumë gjoja, edhe të korruptuti duhet mshilen. Nga prokuroria thonë se tashmë organet kompetente kanë dritë jeshile për të ndërmarrë masat e nevojshme për pastrimin e rrjetit të ujësjellësit. Nga komuna e Gostivarit, për televizionin 21, bëjnë të ditur se gjatë ditës së nesërme do të mbahet mbledhje e shtabit të krizës, ndërsa presin rekomandimet nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë për mënyrën se si duhet të pastrohet sistemi i ujësjellësit.